si të kom? Si kalove? Ovlove? Si e ti? Ja, me Korabin unë njohem dje, pika djalit, djali mirë edhe kryetar, themelusi Oldtimer Klub Ferizaj. Korab, arsyeja pse dosha me të taku sot është që përveç se je themelusi klubit në Ferizaj, i ke edhe 16 makina, vëlla. A e din ku i kitë parkume, se le, a i din margat e ty në s'pët beti? I din edhe margat, po edhe të parkume i kemi në për garajra, e kemi vendos. Disa për i marrim, i vëzisëm, i ekspozojmë, tjerat janë halat garajrume, qashto. Oke, a mundesh me më thonë, del në këton që mos ta za pritën djalit, a mundesh me më tregu të lutëm, cilat marga i ke 16 makina? Kam Audi GT, kam 3, Audi 100 Turbo, Audi C4 2804, kam Citroen Diana, BMW 320 Cabrio, BMW 525, Mercedes SL 500, qa kam tjera mërë se pe haroj tash. Viral, ka me ikshë kjo, viral ka me shku kjo. Pe haroj tjera, kena Porsche 944, 2.5, kena tjetrin, qa kemi tjetër, Honda Prelude, e 1989-ës, një vetur shumë e bukur, kena Audi 4 Sport original, e vetëmja besoj edhe në Balkan, tjetëri, Volkswagen T3 Caravelle, e originës e Caravelës, tjetër, që kemi tjetër? Nuk pëjmoj me në këtë alten. Nuk pëjmoj me në këtë alten. Parë e këtë vërstimi, Kime do modele tjera, veç nëse vjen atje mi po, se s'pëjmoj me në. Kom marë pa tjetër, veç, da orë para kërës me folë pak për to. Ku i lena, ki garajsh për krejt? Po, i kam garajsh kështu. Atje do. Po, se kështu me një venë problem. Problem me një venë. Po, kam garajsha, një ashtot janë kështu që janë garajru me veç e veç, kurse tjerat janë me një objekt. Ka lindi pasioni për Oldtimer, se unë di që për kerët reja është pasioni të krejt, po për Oldtimer ka të lindi edhe pse 16 makina? Po, këto makina nuk janë ble ketë për një herë, janë ble ko pas kohë, po janë gjitha makina që më kanë pëlqy. Tani e kom marrë një, edhe dhe tjetërën, është pak smundje kjo. A është smundje vërtet? Është e vërtet. Pra, a thuju shikuzve që... Nuk nalëm prap me gjetë një të mirë me ble. A blen tjetër prap? Gjithsesi. Ja, thuju shikuzve që ja vlen me ble, se pa e provu nuk e kuptojnë se qanë se si është. Për shikuz e kam një mesazh. Veturat Oldtimer është investimi më i mirë që mujnë me bo për jetën e tyne. Për një kohë pak më të vjetër. Si për shembull një vetur sot mundesh me investu 5.000 euro me ble, mas 10 vjetëve besoj e kalon mbi 30-50.000 euro. Është investimi më i mirë senari për momentin. Absolut, senari. Jo çfarë mesazh, jo gjigant, 100%. Po janë nisi me ble edhe unë ka dole gatë. 100% është më i vlefshëm se shkon shumë më shpejt rritet vlera se orit se çdo produkti tjetër. Hajde t'rregoj shokut ton kur e keni ju Ferizaj tash organizimin. Organizimi jo në Ferizaj është me 26 dhe me 27 korrekt. A keni me bo diçka ekstra më ndryshe apo? Po besoj ka më konë festivali më i madh në Kosovë në herë që o bon. Më i madh në Kosovë që o bone? Po, pa tjetër. A t'ju tregojmë? Po, pa tjetër. Është festivali më i madh në Kosovë që o bon në herë do t'jenë Ferizaj. E ku do bohet? Lokacioni se kemi caktu janë 2-3 opcione ku do të bohet, po saksisht e njoftojnë adikon 2 javë para kohës, para festivalit, e qesëm në për spolin, në për klubit, tonë, në për rjetët sociale, e shpërndojna. Ndërkohë ju që jeni të na ndjek në për emisionet ashi, vetëm mjafton në qofë se do në me marrë dikush pjesë me shkrujt në Instagram në rjetët sociale e Oldtimer Klub Ferizaj edhe i shihni informacionet. Kora, bari me mu pak ta shofim makinën tënde, edhe më trego pak çfarë makine është kjo, BMW e di, po pak specifikat me tregu se më duket interesant. Kjo është një BMW 320 benzin e vitit 1989. Kjo nuk është shumë e vjetër, po për shkak se ju ka pëlqyer fëmijëve e ka marrë, është kabriolet, punon mirë shumë, e ka gjendjen e mirë. Hajde i pyetje. Njëna prej atyne. Njëna prej atyne që të pëlqen. Një pyetje konkrete tash, momentalisht. Njerëzit që e kanë pasion Oldtimerin kam dëshirë me apo këtë pyetje. A kishe marrë të para një Oldtimer apo i Ferrari i Lamborghini? Në kam pasë edhe Ferrari, po së më banë përshtypje sikur këto. Nuk banë përshtypje? Jo si këto, jo. Këto më përmbushin taman,
një pjesë e jetës tem. Më përmbushin si kere. Ferrari Lamborghini jo? Ja, janë vetura shumë të mira edhe ato, por nuk më përmbushin. Ato s'përmbushin? Jo, absolutisht jo. Interesant. Ato janë diçka tjetër. Ja, edhe e sy pak të lutem BMW-s Korabit. Ja ku është BMW-ja Korabit, 1989. Kush e tha këtë fjallin se më bën me qerë shqiptari? A jemi live? Po! Në! E bukur kjo. Okej. Korab, vetëm pata dëshirë me të pa, me të taku, edhe me të përshëndet, edhe me të ru suksese, edhe për makinat, edhe shrijemi me 26, me 27, kur ta vendos një lokacionin në Perizaj. Jeni të ftomë edhe jo pa tjetër. Unë edhe shumë të tjerë. Faleminderit shumë edhe gjithë tjerë. Pika e djalit Korabit, a dini? Vazhdojmë me pjesën tjetër. Faleminderit shumë. Kjo makina këtu më bën përshtypje, po se di ku është i zoti i saj. Kjo makina me flamur amerikan, pata dëshirë me e ditë ku është një burri i burrë që e kam pa, nuk e ditë se cilit është momentalisht, ku mundem me gjetë, veç shumë pata dëshirë me folë për këtë makinën. Ja edhe i sy çfarë makina është.